Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen për skandalin e spitalit onkologjik, ku janë përfshirë zyrtar të lartë dhe mjek. 6 persona, mes të cilëve ish zëvendës drejtoresha e QSUT-s, koordinatori, mjek, specialist dhe administrator farmaceutik do të përballen me akuza të rënda, si shpërdorim detyre, fshehje të ardhurash dhe tregtim të mallrave kontraband. Hetimet e dokumentuan një skem ku pacientët, në vend që të merrnin trajtimin falas në spitalin shtetëror, orientoheshin qëllimisht drejt klinikave private. Koordinatori i spitalit, Emiliano Lela, ndërhynte në procesin e administrimit duke përzgjedhur pacient nga radha e pritjes dhe duke i dërguar ata te privati kundrejt përqindjeve monetare, ndërsa administratori Alketa Pere akuzohet se ka tejkaluar kompetencat duke devijuar pacientët jashtë sistemit publik në kundërshtim me rregullat ligjore. Një tjetër aspekt tronditës i dosjes lidhet me pajisjen e kobaltoterapisë, e cila ka qëndruar jashtë funksionit që prej vitit 2021. Prokuroria provoi se ish zëvendës drejtoresha Brikena Qiriazi nuk mori masat për vënje në punë të kësaj pajisjeje jetike, duke i lënë pacientët pa alternativë trajtimi. Mungesa e një bunkeri antiradioaktiv, të miratuar nga Agjencia Atomike e Vjenës, bëri që aparatura të vendosej në kushte të papërshtatshme teknike, duke u kthyer në një burim rreziku rrezatimi për stafin mjekësor. Për këtë rast, është marrë pandehur edhe specialistja Drilona Kishta, e cila akuzohet se hartoi një ekspertizë të rreme që nuk përputhej me gjendjen reale të pajisjes. Lidhur me përfitimet financiare nga ky kaos, administratori i një klinike private, Halil Gashi, akuzohet se ka fshehur të ardhurat duke mos lëshuar fatura tatimore për shërbime si skaneri dhe mamografia, si dhe ka lejuar punësimin e mjekëve të paregjistruar. Ndërkohë, administratori i një subjekti farmaceutik, Florian Marku, do të gjykohet për tregtim të barnave kontraband, pasi u provua se ka vënë në qarkullim medikamente pa pullën e duhur ligjore. Ndërsa hetimet për mjekun onkolog Edmond Gashi janë veçuar për veprën penale të korrupsionit pasiv. Pjesa tjetër e grupit tashmë pritet të përballet me provat e mbledhura në sallën e gjyqit.